Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ju përshëndes të gjithëve nga zemra dhe shpresoj që po kaloni bukur sot në familjet tuaja. Ja ku jemi sërish për të komentuar këtë herë një raport bukur të nuses edhe të vjerës. Dua të ndaloj tek Arbana Osmani, personazhi shumë i komentuar në fakt kohët e fundit për lëvizjet në profesionin e saj, a do t'jetë pjesë e Ferma VIP apo nuk do t'jetë. E shikoj që Arbana ka një yll të veçantë që publiku në fakt e do shumë dhe dëshiron që ta ketë në të gjitha formatet, domethënë ndjehet bosh nëse Arbana nuk e udhëheq një format dhe kjo është një merit që duhet duar trokitur drejt Arbanës, por gjithsesi unë dua të ndaj një moment tjetër. Arbana ka ditur gjithmonë që të na befasoj. Arsyeja pse Arbana është kaq gjatë në sken, ndoshta është befasimi që ajo na dhuron, ndoshta është energjia që ajo na dhuron, ndoshta është fakti që Arbana vërtet na bën për vete, na bën të ndihemi të lumtur dhe në këtë pikë kjo energji transmetohet krejtësisht tek publiku. Do flas për raportin e Arbanës edhe të vjerës së saj. Do të ndaj disa fotografi shumë të bukura, të cilat janë në një afrimitet me Arbanën edhe me vjerën, dhe këto fotografi dua që t'i komentojmë së bashku. Unë i pëlqej shumë, i duar trokas edhe i simpatizoj këto personazhe publik që kanë famën kaq të madhe, duke na treguar se çfarë raporti kanë me vjerat e tyre, por duke treguar gjithmonë raport pozitiv. Nëna e Eduartit duket që është një zonjë vërtet, një zonjë tipike shqiptare, e cila ka një përkushtim të jashtëzakonshëm tek nipërit, tek mbesat, por edhe tek dashuria e familjes. Arbana ka bërë një mini reklam me vjerën, domethënë vjera Arbanës ka bërë dhëmbët në një nga klinikat ku Arbana operon me reklama, dhe këtë herë Arbana ka postuar disa fotografi me shumë dashuri me vjerën e saj, duke treguar edhe dhëmbët që i ka bërë të reja te kjo klinika dhe i kishte bërë super, por edhe atë ndjesinë familjare që në fakt nënat në shtëpi e japin. Nënat në shtëpi janë gjithmonë dashuri, domethënë të rritesh në mënyrë me tradita, me gjyshen, me dashurinë e gjyshes, me respektin e gjyshes, fëmia të ketë figurën e gjyshes, sepse kur hapim librat në shkollë e para gjë që mësojmë ne, domethënë tek abetareja jonë e dashur, mësojmë për gjyshin, për gjyshen, për nënën, për babin, domethënë janë këto personazhet që ne i mësojmë dhe mbi të gjitha më pëlqen që personazhi publik Arbana Osmani në këtë kohë kur ne jemi në luftën e nuseve dhe vjerave, promovon dashurinë për vjerën. Duke që në familje ka bekim, duke që në familje ka lumturi dhe këtu merr kuptim thënia kur e do burrin ja do dhe nënën. Dhe pikërisht Arbana Osmani këtë gjë bën.